Besimtari është si palma. Gjatë një tubimi shpirtëror, i dërguari i Zotit alayhi salam u tha shokëve të tij të pranishëm: shembulli i besimtarit është si shembulli i një peme, të cilës nuk i bie ngjetet. A e di o vëlla besimtar, se cila është ajo pemë për të cilën flet i dërguari i Zotit alayhi salam në hadithin e mësipërm? A e di ku qëndron urtësia e krahasimit të besimtarit me këtë pemë? Hadithin e lartë përmendur e transmeton Imam Muslimi, ku sipas Abdullah ibn Omerit, një ditë i dërguari i Zotit u tha shokëve të tij: më tregoni mbi një pemë e cila është e ngjashme me besimtarin. Në një transmetim tjetër, profeti alayhi salam thotë: shembulli i besimtarit është si shembulli i një peme, të cilës nuk i bie ngjetet. Të gjithë të pranishmit filluan të përmendnin emrat e pemëve që gjendeshin në shkretë të tjera dhe lugina. Abdullah ibn Omeri tregon: në ato çaste më diktoi zemra se ajo pemë është palma, hurma arabe. Unë mata disa herë ta them, por prezenca dhe autoriteti figurave më të shquara të Islamit më bëri me turp. Kur të gjithë heshtën dhe nuk e gjetën dot, i dërguari i Zotit alayhi salam tha: ajo pemë është palma. Palma është mbretëresha e bimbe, si nga funksioni dhe roli që kryen në pastrimin e ajrit, ashtu dhe për nga paraqitja. Ajo jeton gjatë, u reziston ndryshimeve klimaterike gjatë vitit dhe prodhon fruta të shumta dhe dobi prurës. Besimtari është mbreti i krijesave mbi tokë, si nga ana shkencore, fetare, funksionale dhe shoqërore. Ai është i durueshëm dhe fatkeqësive, është prodhues dhe kudo që ndodhet është dobi prurës. Vëlla besimtar, a e kupton tani pse e krahasoi dhe përngjasoi dërguari i Zotit të besimtarin me palmën? Ne e lër neve të ndihmojmë dhe të përmendim disa veti të përbashkëta mes besimtarit dhe palmës. Së pari, pamja tërheqëse. Palma, me gjithë bukurinë e saj magjepsëse, ka dhe një konstruksion të caktuar, i cili nëse ndryshon, vetëm sa jashton asaj hijeshin. Kjo hijeshi dhe bukuri shfaqet veçanërisht në kohën kur frutat e saj piqen dhe duhen bjell. Po ashtu dhe besimtari ka një aparencë të caktuar, e cila nuk ndryshon me ndryshimin e modës dhe stilit. Po, ai zbukurohet para bashkëshortes së tij me qëllim që ta gëzojë dhe lumturojë. Ibn Abbas i thotë: unë hijeshohem para gruas, ashtu siç do të dëshiroja që ajo të zbukurohej para meje. Ai zbukurohej gjatë festave të dy bajrameve, në kohën e vjeljes së shpërblimit të agjërimit dhe të haxhit, ashtu siç zbukurohet dhe hijeshohet palma në kohën e vjeljes së frutave të saj të ëmbël. Po ashtu Ibn Abbasi hijeshohej edhe ditën e xhuma, në tubime, kur shkonte në xhami dhe kur priste delegacionet. Duhet të theksojmë se hijeshimi dhe zbukurimi i tij nuk bëhej vetëse me dhe për qëllime të ligjshme. Së dyti, qëndrueshmëria e rrënjve me madhështinë e degëve. Palma ka rrënjë të ngulura thellë në tokë, ndërkohë që trungu dhe degët e saj shpojnë lartësitë e qiellit. Ajo është e qëndrueshme ndaj pacirës dhe ndryshimeve atmosferike, i përshtatet ambienteve klimaterike. Nuk thyhet kollaj para stuhive. Energjinë e saj e thith nga dielli dhe ajri me anë të gjeteve të saj të dizenjuara për këtë qëllim. Forca e saj qëndron në kurorën e saj. Po kështu besimtari është i qëndrueshëm dhe i palëkundur, pasi rrënjët e tij i ka të ngulitura thellë në besimin që ka përqafuar. Ai është i lidhur me tokën prej të cilës është krijuar. Prej saj ai siguron ujin, mineralet dhe ushqimin e nevojshëm. Besimtari është i durueshëm në sprova, fatkeqësi, bela dhe kobe, të cilat i përballon me guxim dhe pa i kputur shpresat. Fiziku i tij është i drejtë, dijet dhe dritën ai e merr nga qielli. Prej ku buron zbulesa hynore dhe urdhëresat e krijuesit fuqi plot. Ai ngreduar drejt Zotit të tij, duke e lutur në të mirë dhe në të keqe. Forca e besimtarit qëndron në mendjen dhe arsyen e tij, ashtu siç qëndronte forca e palmës në kurorën e saj. Besimtari nuk mund të jetojë pa zbulesën hynore, ashtu siç nuk mund të jetojë palma pa dritën diellore. Palma është e dobishme me frutat e saj, degët, hijen që lëshon, trungu, ngjetet, fijet e trungut, bistakët e saj, cipën, palcën e trungut dhe hijeshin e saj. I tillë është edhe besimtari. Kudo që ndodhet është i dobishëm për të tjerët, me dijet e tij, moralet, pasurinë, përpjekjet personale, bisedat, ushqimin, veprat, forcën, urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, bashkëpunimin për vepra të mira dhe devocion, mëshirën, kontaktet dhe solidaritetin me shoqërinë ku jeton. Palma është të durimtare, e urtë dhe bujare. Sa herë që e godet me gur, ajo të godet me frutat e saj të ëmbël. Besimtari është zemër gjerë dhe falës. Nëse të paditurit e sulmojnë besimtarin me fjala i përgjigjet, paqja qoftë mbi ju. Ai di të falë, nuk sidhet padrejtisht me të tjerët dhe nuk hakmerret ndaj të paditurve. Poeti arab thotë: si palma e lartë, as kujt mos i mbaj mëri.
me gurnë të qëllofshin, fruta lëshoju ti. Palma është e tillë që frutat i vinen shumë kollaj dhe nëse është e lartë. Kjo pasi struktura e saj ta mundson që ti të ngjitesh deri në maj. Ngjitja në palmë nuk dëmton as gjethet e saj, as degët, as lëkurën dhe as sytet e saj. I tillë është edhe besimtari, fritet e të cilit vilen kollaj. Ai ndihmon të tjerët, edhe pse vetë është në kulmin e hallit dhe të nevojës për të ndihmuar. Ai jep ushqim, dëshirë dhe pasion për të vobegtët, jetimët dhe robrit e luftës. I do njerëzit edhe u gjendet në nevojë. Në çdo situatë, ai nuk i braktis moralet edhe vlerat islame. Frutat e palmës janë të konsumueshme në sasi të konsiderueshme në çdo kohë dhe stin. Ato mund të thahen dhe të përpunohen në shumë forma, duke i bërë të dobishme për çdo stin. Ato kanë qenë ushqimi më i preferuar i udhëtarëve dhe zaireja më e dashur për dimër. Frutat e palmës e ruajnë shijen dhe nuk kalben kollaj. Besimtari jep zekatin e pasurisë së tij çdo vit, nëse ajo arrin shumën e konsiderueshme. Veç kësaj, ai jep zekatin e fitrit në fund të muajit të Ramazanit, jep lëmosh gjatë gjithë vitit, ndihmon nevojtarët, ushqen të uriturit, jetimët dhe robrit e luftës. Gjithashtu, ai shtron darka dhe organizon ceremoni kur i lind një fëmijë, kur martohet, kur therr kurban, kur kryen haxhin, kur vjel prodhimin e të tjerë. Një veçori dhe tipar tjetër i palmës është se ajo nuk shtrihet anash, duke dhunuar të drejtat e pembe të tjera. Ajo ka një sipërfaqe të kufizuar shtrirjeje dhe është e vetë kontrolluar dhe disiplinuar përsa i përket shtrirjes dhe respektimit të drejtave të pembe që e rrethojnë. I tillë është dhe besimtari. Ai është i disiplinuar nga normat fetare përsa i përket marrëdhënieve me ata që e rrethojnë. Sjelljet dhe moralet e tij janë të kontrolluara. Nuk hyn në shtëpinë e dikujt vetëm me lejen e pronarit, nuk hap syt për të mësuar të metat e të tjerëve, nuk e lejon syrin të jetë i lirë të shohësh ti dal para, e gjen aty ku e ka urdhëruar Zoti dhe humbet në vendet ku kundërshtojnë urdhrat e tij. Ai friksohet Zotit kudo që të ndodhet. Palma krasitet dhe rallohet një herë në vit, ku i hiqen gjethet e thara dhe të kalbura. Po kështu dhe besimtari, i cili e ka për detyrë të agjërojë një muaj në vit. Gjatë agjërimit, ati i fshin gjunahet dhe pasi e përfundon agjërimin, ai zbukurohet dhe vishet hishëm për festën e Bajramit. Në kundërshtim me të gjithë pemat e tjera, palma thahet nëse i pritet sythi ansor. Edhe besimtari nëse humbet arsyen dhe mendjen, i bie përgjegjësia për të kryer ritet dhe normat fetare. Kështu përsa i përket shpërblimit dhe ndëshkimit, ai llogaritet me së vdekurve. Palma, edhe pse bën pjesë tek një thelboret, me vetë plenim natyror, si gruri, elbi, mistri, banani, aurizje të tjerë, ajo ndryshon nga një thelboret e tjera, pasi ka nevojë për plenim artificial. Ajo e publikon nevojën e saj për pjalmim në momentin kur çel lulet. Kur bëhet plenimi, lulet e saj hapen në atë formë që të gjithë e kuptojnë se ajo është plenuar. Nëse ajo nuk plenohet nga njeriu, thahet. I tillë është dhe besimtari, i cili për të vërtetuar martesën e tij, duhet të dëshmojnë e pakta 2 dëshmitar. Gjatë aktit të martesës dhe lidhjes së kurorës, veç dëshmitarve duhet të jetë prezent dhe prindi i vajzës me kurorzuesin. Djali, vajza dhe prindrit e saj pyeten nëse janë dakord me këtë martesë, e cila në fund duhet publikohet me ceremoninë martesore të shoqëruar me gëzim dhe hare. Nëse një martesë kryhet fshehurazi pa e ditur askush, ajo është e pavlefshme. Një nga llojet më të mira të palmës është ajo që i njihet origjina. Ajo mund të shartohet me sytha dhe forma të tjera. Po kështu besimtarit i dihet origjina. Ai është i qëndrueshëm në fen dhe idenë që ka përqafuar, nuk sjell risi të reja në fe dhe normat e Zotit nuk i përzien me ato të njeriut. Në të kundërt, ai zvetënohet ashtu siç zvetënohet edhe prishet palma nëse ndërhyjet në cilësitë e saj trashëguese. Në një rast të tillë, frutat e saj e humbasin shijen dhe shiten me vështirësi, madje ato mund të vlejnë vetëm si ushqim për kafshët. Kështu, frutat e palmës janë shumë të ëmbla dhe nuk kanë aromë të veçantë. I tillë është edhe besimtari që lexon Kur'anin dhe vepron sipas udhëzimeve të tij. Ai të palë kënaqësi kur bisedon dhe qëndron me të dhe nuk i vjen erë. Pema e palmës përbëhet nga lloje dhe kategori të ndryshme. Prej tyre, ka që janë shumë të ëmbla, me shije shumë të mirë. Këtu hyn Axhua, palma e Medinës, të cilën e mbolli vetë i dërguari Zotit alayhis salam me duart e tij. Ajo dallohet për shijen dhe dobitë e shumta. Gjithsesi, çdo lloj palme, hurme, është e dobishme dhe e shijshme. Po kështu, është dhe besimtari, që sipas besimit të tij, herë forcohet dhe herë dobësohet. Siç e dim, edhe besimtarët janë kategori të ndryshme. Prej tyre ka fjalë drejt, që garojnë për vepra të mira, të sinqertë e të tjerë, por ka dhe gjuna qarë dhe gabimtar.
Thot i dërguari i Zotit a.s. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Zoti se besimtari i dobët. Megjithatë, të dy janë të dobishëm. Gjethet e bimës janë pjesa më e rëndësishme për përfitimin e mjaftueshëm të dritës. Thithjen e ujit nga toka, prodhimin e oksigjenit dhe të dioksidit karbonit. Thithjen e mjaftueshme të rrezave të diellit bëjnë shpërndarjen e ujit dhe të lëndëve ushqyese dhe i sigurojnë njeriut hijen e duhur. Kur gjethet e pemës bien dhe thahen, të gjitha këto procese ndërpriten deri në vitin e ardhshëm. Palma është nga pemët me gjelbërim të përhershëm. Asaj nuk i bien gjethet dhe gjatë kohës që ajo prodhon oksigjenin, siguron ujin e të tjerë. I tillë është dhe besimtari. Ai është në lidhje të përhershme me Zotin e tij. I jep rendimente të larta në punë dhe adhurim. Ai nuk bën dot pa mëshirën, adhurimin, punët e mira e të tjerë. Shembulli i palmës, trungut të saj dhe degëve, i përngjan shembullit të dërguarit të Zotit a.s. dhe shokëve të tij. Të e ka përmendur vetë Zoti i madhëruar në Kur'an në surën Feth. Ndërsa në Ungjil, shembulli i tyre përshkruhet si një fare mbjellë që lëshon piliza, e forcohet, e pastaj ngrihet e fortë me kërcedhin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruhen ata, me qëllim që ndërmjet tyre ai t'i zemërojë mohuesit. Kjo është dëshmi e gjallë e Kur'anit famlart për ndershmërinë dhe drejtsinë e shokëve të profetit Muhammed a.s. Përshkrimi i bukur i palmës. Lukmani i tha një ditë djalit të tij: "O birim, gjëja e parë që duhet të arrish pas besimit është një shok dhe mik i ndershëm. Kjo pasi, miku i mirë dhe i ndershëm i ngjan palmës. Nëse ulesh poshtë saj, përfiton nga hija që lëshon. Nëse e sharron, përfiton nga druri i saj për zjarr, dhe nëse ushqehesh me frutat e saj, të largojnë urinë dhe janë të shijshëm." Imam Shabi, Rafense Cezari Romak, i shkroi një letër Omer ibn Khattabit ku i thoshte: "Delegatët e mi më kanë treguar që ju keni një pemë me gjete si veshët e elefantit. Kur ajo çelulet, ato u ngjajnë më së shumti diamanteve të bardhë. Kur frutat formohen, ato janë të gjelbër si një smerald. Më pas ato fillojnë të skuqen dhe duken si një safir i kuq. Kur piqen dhe bëhen për t'u ngrënë, ato shëmbëllin me ëmbëlsirën më të shijshme që kanë ngrënë ndonjëherë. Ato mund të thahen dhe shërbejnë si zajre dhe ushqim për udhëtarët. Nëse delegatët e mi më kanë thënë të vërtetën, atëherë një pemë e tillë është nga pemët e xhenetit." Omeri në përgjigjen e tij i tha: "Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, nga robi i Zotit, prisi besimtarve, drejtuar Cezarit, perandorit Romak, paqja qoftë mbi ata që ndjekin të vërtetën. Të dërguarit e tut kanë thënë të vërtetën. Ajo pemë është pema të cilën Zoti e kultivoi për Meriemen në çastet kur lindi Isai a.s. Prandaj friksoju Zotit dhe mos e adhuroj Isain si t'ishte Zoti vërtet." Ebu Hatimes Sigjistanit, Zoti mëshiroft, në librin e tij Palma thot: "Palma është zonja e të gjithë pembe dhe ajo është krijuar nga balta e Ademit a.s. Fjalët: La ilahe illallah. Zoti ka shëmbëllyer me këtë pemë. Zoti thotë në Kur'an: "Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë, fjalën La ilahe illallah, me pemën e mirë, palmën, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli. Me lejen e Zotit të saj, pema i jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve që t'u avën peshin. Ashtu siç është fjala La ilahe illallah, zonja e çdo fjale tjetër, ashtu edhe palma është zonja e çdo peme. I tillë është shembulli i besimtarit. Ai është si palma, gjethet e të cilës nuk fishkan dhe nuk bien. Ai është i pastër, i sinqert, i dobishëm, i hijshëm, bujar dhe madhështor si palma.